Jemi te diga e liçenit artificial. Këtu në të shkuarën jo shumë të largët ka pasur fusha sportive ku luanin fëmijët dhe të rinjtë e Tiranës. Sot siç e shihni, jo vetëm janë ndërtuar pallate, por vazhdojnë të hapen gropa që oligarkët, në këtë rast oligarku Bashkim Ulaj, të vazhdojë të bëhet miliarder në kurrizë të ekuilibrave urban të qytetit të Tiranës. Oligarku Ulaj, përveç se u merr fshatarëve të Rjollit tokat, po u merr edhe qytetarëve të Tiranës, edhe atë minimum hapësire që kanë pasur dikur. Dhe si ai, shumë e shumë oligarkë tjerë. Tirana dhe Shqipëria po bëhen vendet pa jetueshme dhe mbi të gjitha armiqësore për fëmijët, për adoleshentët, për të rinjt, të cilët kanë nevojë për hapësira publike, kanë nevojë për parqe, kanë nevojë mbi të gjitha për hapësira sportive, fusha sportive, ku të mund të luajnë. Ata që kanë pushtetin sot Tiranë dhe Shqipëri janë vërtet keqbërës, vërtet kriminal, se përveç se vjedhin parat e popullit shqiptar, u vjedhin të rinjve edhe mundësit për të luajtur, për të argëtuar në mënyrë të shëndetshme. Nuk ka shoqëri të shëndetshme pa hapësira publike, nuk ka shoqëri të shëndetshme ku fëmijët dhe të rinjt duhet të rinë gjithkohës përpara celularit në vend që të luajnë me top, me njëri tjetrin, të argëtohen në mënyrë të shëndetshme.